A do të ndërmerrni hopa për konstituimin e kuvendit dhe institucioneve tjera të deponimit? Kjo I përket kryesuesit që ta vendos. Në tjerën e seancës për të punën? Ne nuk mendojmë që është shkel kushtetuta. Kushtetuta, siç e dini ju, për shkak të këtyre momenteve dhe proceseve që I kemi kaluar, sidomos prej vitit kaluar, prej shkurtit do të thoja, zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, ka shku duke u interpretu, duke u etablu edhe matutje interpretimi I kushtetutës tonë, sepse I patëm disa momente edhe vitin e kaluar kur ishin të paqarta në aspektin konstitucional drejtimet edhe natyra e proceseve, kështu që patëm disa referenca në gjykatën kushtetuese edhe në vitin e kaluar dhe ato pastaj u etabluan si procese. Edhe kësaj radhe, diskutimi ka të bëjë lidhur me ditën e mbajtjes së seancës, edhe a e përbën një entitet vetëm, edhe a duhet kryhet brenda 24 orëve, mbajtja e seancës apo jo. Sipas disa ekspertëve, të cilë dallojnë interpretime, mund të zgjasë edhe më shumë se 24 orë, seanca konstituive. Kështu që kështu është duke ndodhur edhe tash. Thjesht është duke zgjatur më shumë se një ditë themelimi I kuvendit. Nuk mendoj që është dramatike. Situata që është me interpreton opozita. Nuk është dramatike. Domethënë është pjesë e formësimit të matutjeshëm konstitucional të vendit tonë. Kjo është e vërteta. Tash kur do të thirret seanca, nuk mund ta caktojnë. E cakton kryesuesi. Besoj që së shpejti do të shkruaj, zoti. Vitit 2025, më saktësisht me 26 qershor, që thot specifikisht pika 189 thot se duhet me u konstituu kuvendi Kosovës. Nëse nuk mujmë me pas certifikimit. Nëse nuk mujmë, çka bëhet? E pse nuk pyet drejtoni? Po domethënë, po na nuk mund t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese. Ai që mendon që është shkel kushtetuta do të drejtohet gjykatës kushtetuese. Përkundër që një gjykim I tillë thot. Unë mendoj thjesht që mund të zgjasë më shumë se një ditë konstituimi I kuvendit. Mendoj që zoti Kurti po do t'ju drejtohet sërish. Sepse kur nuk do të lodhemi nga dialogu politik. Do të vazhdojnë përpjekjet për konstituimin e institucioneve tona. Edhe PDK-s, edhe LDK-s, edhe AK-s do të drejtohet zoti Kurti. Sa mund të zgjaset, sepse pret edhe zgjedhja e qeverisë edhe presidentit nga kjo konstituim. Çdo dëm që ju po e konsideroni se mund të bëhet, është më I vogël se ajo çka po në seancë, herën e fundit, dhuna që ushtruan ndaj kryeministrit, edhe ndaj deputetëve tonë, edhe e dyta, po ato ishe keq edhe atëherë. Unë veç për javë kujtoj që keni thonë. A jeni konsistent në ato që jo keq. Nëse është keq edhe kësaj radhe. Edhe e dyta, është ma pak dëm, se me shkun zgjedhje të reja. Domthonjë te dy këto dëme janë më të mëdha. Dëm është edhe me shkel kushtetutën I nderuar. Jo, nuk po mendojmë që është duke u shkel kushtetuta. Thjesht ai është interpretimi juaj.